Data është 29 nëntor 2023, ora 17:53 minuta dhe duket që vjen makina e Naim Murselit. Në këtë moment e plejojmë videon dhe tregojmë se e parkuar është dhe makina e Liridonës, BMW-ja nga e cila ata udhtonin dhe në të cilën është qelluar me armë. Del Naim Murseli dhe po të shikoni këtu, është njëri prej fëmijëve i cili del të pres babajn. Është bërë gati dhe del të përqafojë babajn pa e ditur se babai i tij kishte planifikuar vrasjen e nënës. Pas pak qastesh, Liridona, dy fëmijët të cilët drejtohen drejt automjetit BMW-s. Fëmia i parë, Liridona, dhe fëmia tjetër, të cilët futen pas. Do shkonin për darkë, po pa e ditur se do ishte darka e fundit e një familje dhe pa e ditur se po tradhtoheshin nga personi më i afërt për ta, babai dhe bashkëshorti. Shikoni Naim Murselin që pas pak sekondash ka dalë nga shtëpia dhe hipën në BMW dhe paktën sipas të dhënave të prokurorisë, këtu na rrëfehet momenti se ata nga kjo pikë nisen drejt restorantit në Graçanic, aty ku do të darkojnë. Darka e fundit e familjes.